në zhvillimet në Kosovë, përsa i përket politikës dhe blokadës institucioneve, tashmë prej muajsh, duhet thënë nga zgjedhjet e shkurtit, por kjo parë edhe në syrin ndërkombëtar, përmendja e Kosovës së fundmi ka sjell edhe një lloj debati ose jo përsa i përket çfarë do të ndodh me dialogun në vijim dhe puna që Kosova do duhet bëj kur ende nuk i ka formimin e qeverisë të dala nga zgjedhjet parlamentare. Kam kënaqësinë të diskutoj gjitha zhvillimet që po ndodhin në politike dhe jo vetëm me politikanin e njohur të Partisë Demokratike të Kosovës, Isem Berisha. Ju përshëndes, faleminderit që u bashkuat bisedës. Edhe për ju, faleminderit për interesim. Zoti Berisha, le ta nisim me duhet thënë dështimin e radhës, 37 seanca, presim seancën tjetër, si kundër tashmë jemi mësuar çdo 48 orë, nuk është se ka pasur qëndrime ndryshe, duhet thënë nga palët në këtë rast, gjë që nuk sjell asgjë të re. Çfarë po ndodh me këtë blokadë institucionale dhe çfarë i kushton ose do t'i kushtoj Kosovës në vijim? Tani, shqipe, seancat e para ka pasi kuptim sepse gjithmonë është arsyetohet me atë se po provohet gjendën koalicione për afrime politike, për qeverinë, mirë po vazhdimi i tyre për sa po bën, nesër bën 38 vazhdime, tregon se nuk kemi të bëjmë as me atë që do të quhej thirrje ndërgjegjes dhe as me atë që quhet moral politik, por nuk kemi të bëjmë as edhe me blokadë kushtetuese dhe ligjore, sepse nuk ka zbrastir. Atëherë ajo që më shumë të duhet të avem në dyshim është se mos është ndonjë strategji e qëllimshme, bllokimi i institucioneve dhe mbajtja e Kosovës kështu peng, pa pasur institucione që kanë legitimitet politik për të marrë vendime në rast të përballim me detyrimin për të marrë përdon përgjigje të shpejta në një zgjidhje të nyjes mes Kosovës dhe Serbisë që paralajmëroi edhe vetë presidenti Trump. Krahas atij paralajmërimit për shmangje të një rreziku dhe sulmit mundshëm nga Serbia, paralajmëroi se edhe do të merret me çështjen e kësaj përplasjes Kosovë-Serbi dhe do ta zgjidhë një herë mirë edhe këtë. Tani, duke njohur formën e tij, doktrinën e tij politike me të cilën është i kthyer në drejtimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe në përforcimin e rolit të Shtetit Bashkuar të Amerikës si lider i garantimit të paqes dhe sigurisë globale, apo që ka rolin relevant në tëra ambientet e kontinentit, atëherë unë mendoj se Kosova është në një situatë kur nuk e ka luksin të jetë pa institucione dhe nuk e ka luksin të mos ketë përfaqësim me përgjegjësi politike, me legitimitet politik, për të dhënë përgjigje në rast të përballjes me një zgjidhje që diplomacia Trump e karakterit të drejtë për drejtë, të imponueshëm dhe ku paqja ruhet me forcë e tjera, nuk lënë hapësira për... Megjithatë, çfarë është parë në politikën e Donald Trump, shihet që ai është i paparashikueshëm në atë se çfarë bën apo do të bëjë. Dhe në rastin për dialogun Kosovë-Serbi shihni një vazhdimsi, marrëveshje së arritur në administratën e parë, duhet thënë? Po, pikërisht këtu është problemi. Tani na e kemi një rrethon kur qeveria aktuale, kryeministri aktual ka refuzuar një marrëveshje e cila është vetmja e nënshkruar nga dy palët dhe garantuar nga presidenti amerikan, dasmetër kush emër është ai. Dhe pastaj kemi një refuzim i cili krijoi një hipotezë tillë edhe presidenti serb që ta refuzoi. Për Kosovën kishte pasoja të shumëfishta, se ju dini se pas kësaj nënshkrimit të marrëveshje ishte njohja nga Izraeli dhe angazhimi i kompanive pikërisht izraelite për gazin e lëngshëm që do të vinte në Kosovë dhe do ta zgjidhte një herë mirë. Edhe problemet e karakterit energjetik, por që si ishte vetëm për Kosovën. Mirë po me qenë se rafineria saj do të ishte në Greqi, përmes kësaj realizohen disa objektiva strategjike. Para Kosova fitonte, ju i dini ato zhvillimet e asaj periudhe, vizitat e zyrtarëve të lartë grek në Kosovë dhe një farë atmosferë që u krijuar për njohjen nga Greqia dhe kjo njohje faktikisht Kosovës do të sillte edhe njohjen nga Çipria, që do të thotë në atë numrin e 5 shtete do t'i zbrisnim edhe 2. Që kjo njohje është shumë strategjike për Kosovën, njohja nga Greqia për shkak të influencimit saj që ka në politikat e përgjithshme europiane dhe NATO. Pastaj ishte një
si them, një ndalim prohibitim asaj pjesë të territorit për depërtimin e interesave ruse, pra mos krijohet bashkia ruse. Ju e patë gjatë kësaj periudhe të ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian kishte një degradim të situatës apo çështjes së Kosovës nga një marrëveshje që ishte ajo e Washingtonit dhe edhe pse ishte karakterit ekonomik. Megjithatë përgatiste Kosovën për të ecë si shtet i pavarur. Pastaj erdhi ajo e Brukselit me all-in-one menjujen, e cila po ashtu u refuzua me në emër të reformatimit dialogut dhe të marrëveshjes dhe erdhën te plani franko-gjerman, i cili promovon një autoritet, një autonomi territoriale politike brenda Kosovës. Kështu që këto janë defektet tani me të cilat edhe rreziqet me të cilat mund të përballet Kosova në rast të një ndërhyrje, siç e ka stilin e vet presidenti Trump, dhe siç është tani doktrina e Trump që po merret me gjitha problemet në botë. Ju e keni ndëgjuar edhe vet presidentin me atë prepotencën që i takon ta ketë, sepse Amerika shipe udhëheqja e globale e Amerikës nuk është diçka që mund të negociohet, ajo është një parim i pandryshueshëm dhe tani nëse do t'i kthehet çështjes së Kosovës, cilat do të jenë qëndrimet dhe cilat do të jetë marrëveshjet ta mbrojmë ne. Kështu që në këtë relat, mendoj se kjo qeveri ka krijuar një raport jo të pranueshëm me administratën Trump dhe besoj se ne duhet bëjmë çmos që të kemi institucione të konsoliduara, por që nuk do të udhëhiqen nga një person që sipas vlerësimit të vet State Departmentit ka qenë gjithmonë refuzuesi çdo nisme amerikane. Pastaj ke pas një këshillim në atë periudhë nga vet State Departmenti se çdo status quo, çdo shtyrje për mbylljes së procesit dialogut është në dëm të Kosovës dhe status quo-ja është interes rus, për shkak se pretendon të arrijë protagonizmin e vet në Ballkan. Edhe sot jemi dëshmitar se Rusia po provon të ketë dy depërtime, njërin në lindjen e mesme përmes Iranit dhe zhvillimeve atje, dhe njërin në Bashkimin Evropian përmes Ukrainës dhe luftimeve që po zhvillohen atje. Kjo është arsyeja që në aspektin gjeostrategjik Kosovës çdo zvarritje e përmbylljes së procesit dialogut dhe me një marrëveshje finale bashkë me ratifikimin e kufirit me Serbinë është në dëm tonë. Mirë, ajo do të mbetet për të parë çfarë përfiton Kosova në këtë marrëveshje dhe nga ana tjetër çfarë do të preket nga ana e Serbisë. Çfarë do të ishte bërë ndryshe, zoti Berisha, nëse nuk do ta kishim këtë blokadë politike në Kosovë, me fitoren e lëvizjes vetëvendosje, dhe me një qeveri ndoshta të pranuar apo të formuar në koalicione ose jo? Po tani në qoftë se do të kalkulimet e tilla ka bë qeveria aktuale, domethënë lëvizja vetëvendosje do zoti Kurti edhe para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ndryshimi i regjimeve atje ka qenë determinante edhe pozicionit të Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje në Kosovë apo fuqisë për të ndikuar në procese. Ju e dini se ka punuar intensivisht bashkë me shumë shtete të Bashkimit Evropian që kanë një lloj ndikimi dhe varësie nga Rusia në aspektin ekonomik dhe gjeostrategjik, që çështjen e Kosovës ta kthejnë nga diplomacia amerikane ta kthillin në Bashkimin Evropian. Dhe që nga viti 19 deri në tani kur po flasim, Bashkimi Evropian dhe ajo diplomacia softi që është aplikuar e aty në strukturave globaliste që kanë menduar se regjimet autoritare, si është Irani apo Serbia këtu tek neve, Irani i Ballkanit, duhet të qetësohen, të përmbahen e tjera. Pra nuk kanë qenë partizan të një doktrine e cila kërkon veprim dhe kërkon parandalim të ambicieve këtyre për regjime autoritare. Dhe ajo lloj diplomacie ka sjellë situatën nga marrëveshja all-in-one me New-York, që s'kishte alternativë, domethënë nuk zbaton një nga marrëveshjet, nuk e zbatuar asnjë, dhe solli deri tek një situatë kur çështja e Kosovës nuk diskutohet për si çështje e njohjes së përmbylljes dialogut me ratifikim kufirit, por tani kemi është hapur në tavolinë janë të gjitha llojet e marrëveshjeve të karakterit teknik, që besoj se ne i kishin të i kaluar me miratimin e tyre në pako në kuvendin e Kosovës dhe me miratimin e marrëveshjes së parimeve të vitit 2015, e cila marrëveshje për asociacionin, që kishte kompetenca ekzekutive, e zhveshi në 7 kapitull 22 nene nga këto kompetenca dhe kthej në një OEC që kemi sot në Kosovë, na kemi një asociacion të 33 komunave. Pra, eskalimin nga kjo, përmes reformatimit dialogut dhe marrëveshjeve
në planin franko-gjerman dhe aneksin e Orit, tani kemi një situatë kur nuk ka një qeveri e përbërë nga zoti Kurti, si e vetë, tash nuk e kam atë vetë, veç po spekuloj, një qeveri e udhëhequr nga zoti Kurti do ta përballte me detyrimet që veti ka marrë nga këto marrëveshje që i ka pranuar dhe ka shfaq gatishmërinë në nënshkruaj. Dhe tash cilat janë konsekvencat? Ato janë ndesh me kushtetutën. Pse janë ndesh me kushtetutën? Se së pari nuk referohet kushtetutës, aneksi asociacioni nuk referohet kushtetutës, po statuti i Bashkimit Evropian, por rezolutë 1244. Përmbajtja e rezolutës ne dim se cila është, edhe çfarë integritetit kujt parashe. Prandaj jemi në situatën kur një qeveri e tillë me detyrimet që ka marrë do ta sjellë Kosovën në situatë kur do ta ketë të cënuar integritetin territorial vetin, por edhe sovranitetin politik mbi territor. E çon të drejtën penale ndërkombëtare dhe vendore. Çdo marrëveshje që cënon integritetin territorial, sovranitetin politik vendit është vepër e tradhtisë lartë. Prandaj e kishim paralajmëruar edhe gjatë seancave në kuvend personalisht dhe shumë të tjerë se me këto marrëveshje po rrshet ka qenë tetori 23, po rrshet drejt tradhtisë. Prandaj tërhequr mirë, po ju dini kurshin politik që kanë ndjek. Tani kjo blokadë institucionale mund t'i faturohet dy strategjive. Ose frikës që të përballet me këtë dhe që do të ishte fundi i këtij politik sepse është ashtiqare, është tradhtim ndaj interesave të shtetit dhe ose pamundësisë të tij që ta krijojë qeverinë vetë. Po kjo blokadë, zoti Berisha, i faturohet vetëm lëvizjes vetëvendosje në këtë rast, po nga ana tjetër opozita, apo tregohet një lloj kokëforcie nga gjithë eksponentët politik në këtë rast? Që ne po bëjmë një analizë mbi atë çfarë është thënë dhe është bërë, jo se çfarë do të vijë. Tani, çfarë është thënë dhe bërë, po flasim për një blokadë që ka 37 seanca. A vjen kjo nga të dyja palët? Edhe nga vetë opozita? Tani po e sqaroj. Zoti Kurti ka deklaruar, jemi dëshmitar, ju mediat edhe ne që jemi në proces, se ka deklaruar, unë i kam votat ta bëj qeverinë, ju votojni kryetarin e kuvendit, a është kështu? Atëherë, një zonjë si kjo, që ne kemi cilësuar si pa denjë, pa integritet, ka precedent penal, ka sjellje konfliktuese politike, ka ardhur ndesh edhe me sugjerimet e gjykatës kushtetuese dhe Komisionit Venecia për ligjin për vetimin e shumë gjëra tjera, reformës së drejtësisë, nuk ka integritet të udhëheq këtë pozitë. Por në qoftë se shefi i saj partisë po thotë se unë i kam votat për ta bërë qeverinë, si ka mundësi që s'po ja jep këto vota të gjithë kryetarit të kuvendit? Po mirë, opozita, ju e keni të drejtën që të ndryshoni emrin e kandidatit për krye parlamentar, duke qenë se është partia fituese ajo që vendos të ketë kandidatit. Dhe ku bazohet, ose më saktë, opozita në këtë rast, çfarë ofron që një emër tjetër, një kandidat tjetër do të votohet nga opozita, në qoftë se nuk është ajo e zonjës Albulena Haxhiu? Tani po ju shkoj me radhë. Lidhja Demokratike ka një qëndrim ngurtë, nuk votojmë asnjë kandidaturë, që do të thotë për mua ky lloj pozicionimi formal i tillë në një farë mënyrë ose refuzues ndaj çdo nisme të azam të partisë që është më e fuqishme, nuk është demokraci. Sepse çdo leadership politik duhet ose politikan që janë të përkthimi politikan nga politiki i fjalës politikan do të thotë person që ofron zgjidhje. Dhe një pozicionim i tillë nuk është korrekt, është një lloj vetëllimi institucional dhe është një lloj bashkëfaqësie. A është blokadë kjo që bëni? Por në lider politik duhet di kur të bëjnë kthesë në emër të interesave dhe funksionalitetit të shtetit. Mirë, po Partia Demokratike i ka bërë të qartë asnjë nga ministrat që kanë precedent penal të pohetohen nuk t'i pranojnë për kandidat. I ka numrin me shumicën majoritën. Dyfishën e gjitha partive bashkë ka në kuvend urdhnos, zgjedhën një nga ata dhe kandidoje. A jam të gjithë këto element që ju thonit, paktën për zonjën Albulena Haxhiu, që e bën të pamundur votimin e saj, apo e shihni edhe rolin e kryekuvendarit të rëndësishëm, duke pasur parasysh që nuk është se ka një peshë shumë të madhe, një kryetari i parlamentit? Dëgjoj, në qoftë se kryetari i kuvendit nuk do të ishte objektiv në drejtimin e seancave ose në proceset parlamentare të miratimit të legjislacionit, reformave në ligje, ku ta diun e marrëveshjen ndërkombëtare mundet me sjell deri te një blokadë shtetërore. Ju e dini, ne kur tentuam ta ndalonim që të mos i pranoj marrëveshjen e Ohrit dhe planin franko-gjerman, vum sikur votimin e marrëveshjes ndërkombëtare. Dhe përpasoj çfarë patëm? Bllokim total.
sepse marrëveshjet ndërkombëtare sillin zhvillim, sillin donacione, sillin kutadiune forma tjera të mbështetjes ndërkombëtare për zhvillimin e Kosovës. Pra, mos kishte qenë tazon kur ishte çështja ligji për vetingun ose ligji për hetimin e pasurisë e tjera. Ligji për hetimin e pasurisë ishte ligji për kulakët në kohën e Shokut Enver. Dhe ne e kontestuam. Ja kthej edhe gjykata kushtetuese, kjo erdhi me kryerësi solli të njëjtit draft. Tha ne me gjithë atë do ta kalojmë. E dërguam në Venecia, sjellë rekomandimet e veta Venecia, fara si përfillën. E dërguam së dytë, prapi sjellë, tha ju s'keni bërë parë ndryshime dhe kjo me kryerësi që të njëjtin draft. Pra, kjo është një sjellje përtej arrogancës politike, kjo është papikuri. Kjo është vandalizëm, pse ne nuk si opozit kemi tentuar të jemi konstruktive dhe të mos e degradojmë komplet jetën institucionale parlamentare. Unë besoj se po të kishte qenë një parti pak më agresive në opozit në atë periudhë. Kosova do të ditë një shembull shumë i shëmtuar i procedimit me ligje dhe me reforma, duke u përballur gjithmonë me gjykatë kushtetuese dhe me Komisionin Venecias apo me aktis komunitare që kemi me Bashkimin Evropian. Prandaj nuk është çështja, nuk është pyetje kjo si individ. Është mua për mendimin tim, derisa shefi i partisë saj thotë i kam votat për kryeministër dhe nuk ja bën kësaj. Kjo nuk po del se është pa integritet, por kjo s'ka as dignitet. Sepse unë s'kisha leju shefi i partisë me më fut mu në labirintet e 38 vazhdimeve, sot me u bo emër debat në tërë botën shqiptare, po që kushtimisht, po edhe në përbotë. Pra, kjo tregon se s'ka dignitet. Dhe këtu nuk është në pyetje ma lidhja për një emër, se në qoftë se lëvizja vetë vendose, pas ka ngel vesh në këtë emër, atëherë aty s'pas ka subjekt politik fare dhe ashtu këtu s'ka. Ajo është një grumbullim proletar të gjitha rrymave, energjive, mendimeve, urdhoni bashkohen në një subjekt. Prandaj edhe ka këtë defekt në politikë berje, sepse jo çdo herë fuqia e numrave ta jep mundësinë dhe fuqinë politike. Ajo është një lloj arrogance. Në demokraci është konsensusi, kompromisi. Është ai mekanizmi kryesor i demokracisë. Konsensusi në këtë rast nga opozita dhe kompromisi? Opozita solli alternativën e vet. Zonja ka precedent të hapur në gjykatë, në prokurorinë speciale. Pse po ma bjen timus se edhe me ligj është ndaluar? Po a ka të drejtën opozita që të sugjerojë në këtë rast? Jo, nuk e ka. Drejta ekskluzive është e partisë parë apo koalicionit. Pikërisht, pra, në këtë rast a përkthehet që në një farë forme blokadën po e sjell opozita? Jo, nuk po sjell. Opozita po thotë se ky person ka precedent çështje të hapur penale dhe ky nuk mund, këtë nuk ta votoj. Tani jemi tek ky elementi i dytë i demokracisë, jemi tek kompromisi. Ti ke sjell të si parti fituese. Mirë, po nëse ti varesh nga vota ime se i ka vetëm 48 ulse me 42%. Prandaj, nëse don kompromis, don me zhblloku institucionet, don me ecë përpara, hajde, ai po ulim tavërinë. Nuk kanë kompromis veç njëra palë, me thonë e tjetra me shku. Tani dy palë duhet bëjnë shimet e veta. Dhe cilat do t'jenë ato, se të paktën nga partia juaj, pra nga PDK-ja në këtë rast, nuk është parë një element i tillë që të ketë një lloj bisedimi me lëvizjen vetëvendosje, me partinë fituese. U spekuluar shumë nëse një gjë e tillë mund të ndodhte, por besoj dhe nga vetë qëndrimet e zotit Kurti automatikisht shihet që do t'jetë e pamundur të ketë një koalicion me opozitën. Besoj ka kaluar kjo fazë që ta kemi një koalicion. I ka ftuar kryetarët e partive që janë parlamentare, dhe secila prej tyre, si thënë, ka bërë atë ofertën e vet, e ka mbajtur qëndrimin e vet. Lideri i Partisë Demokratike nuk e ka kundërshtuar apo refuzuar pjesëmarrjen në takim dhe me këtë ka treguar gatishmërinë dhe konstruktivitetin që gjendet një zgjidhje. Në takim i ka treguar se nuk ka lënë zonja cilën e ke propozuar kandidatura dhe bëjë zgjidhjen. Zgjidhja është këtë duash tjetër, përveç ministrave, të cilët i ka të gjithë. Ka kërkuar diçka në këmbim PDK-ja përveç se emrit të parlamentarit? Absolutisht jo. Ne jemi të interesuar që të fillojnë afatet kushtetuese për formimin e qeverisë. E atëherë do të shohim pjesën tjetër që unë prapë kam atë dyshimin se është skenar, se këto unë i kam votat, po ky nuk i ka votat. Se ju e pa doli zoti Lima në një farë forme e zbardhi këtë thënien e tij se unë i kam votat, se tha unë kam pas një marrëveshje që të jem kryetar kuvendi dhe të ketë 3 votat e tij që i nevojiten për të bërë 51% të thjeshtë. Preventive që kërkojnë shumicë thjeshtë.
Mirë po, edhe atë kishte trautuar, mashtruar punën e tyre, dhe nuk ndodhi ajo, dhe stolli zoni Naxhiu që tani po të shohim në nivele pak më larg, ka një përplasje edhe brenda dy kandidaturave që nuk e durojnë njëra tjetrën dhe nuk e bajnë votën. Zoti Lima nuk e votën asnjëherë. Për këtë kandidaturë janë disa arsye më të larta që s'du foli tash në media për to, rrethona tjera. Pra, kështu që PDK nuk kërkoi asgjë në kushtëzim në shpërblim për këtë që do të bënte, vetëm të jetë kandidati i dinjitetshëm. Na i tham urdhëm, vazhdo me kryetarin e kaluar. Sepse ka rrit konstruktivitetin dhe kur ka pas arsye të plot ligjore dhe kushtetuese opozita i ka mbështetur opsionet. Tani nuk e ka pas në dorë votën e përgjithshme në kuvend, mirë po... Një gjë e tillë i mbetet partisë të vendosë nëse duan vazhdojnë me një kandidat. Kush do qoftë, nuk po flas në këtë rast për lëvizjen vetëvendosje, pa pasur asnjë lloj ndoshta analize personale, por kushdo parti të jetë e sheh surinë e një kandidati për ta risjellë sërish për një mandat tjetër apo jo? Po sigurisht, edhe do të ishte shumë normale dhe e pranueshme. Por për ne është më interes për ne, në kuptimin për shtetin, për institucionet. Është me interes që të zgjedhet, të kalohet kjo nyje e zgjedhjes së kryetarit dhe konstituimit të kuvendit, se ende kuvendi është i pakonstituar, dhe edhe po të jetë ajo në dorën e presidentes mundësia që ta shpërndajë, s'ka çka shpërndon, sepse nuk është. Po presim një vendim të kushtetuesës për sa i përket votimit të ndërtuar. Tani si u prodhua kjo për vendimin e kushtetuesës. Dëgjoj, janë taksativisht në kushtetutë dhe në ligje dhe në rregullore. Cilat vendime bën me votim të hapur, në kuptimin me dorë dhe me aparaturën që kemi në tavolinë, dhe cilat vendime janë të fshehtë me votim të fshehtë. Dhe ti nuk mund del nga kjo. Supozojmë se këta do t'i shmi marrë vesh në fillim të seancës se votimin do ta bëjmë fshehur, për arsye se mund të ka paraqyjojnë se si votohet kandidatja. Edhe kjo do të ishte shkelje kushtetuese dhe do të ishte në targin e çdo grupi deputetëve apo qytetar ta ankimojnë në gjykatën kushtetuese. Po është paragjykim zoti Berisha apo ndoshta element që sjellin një lloj pasigurie brenda partive? Jo, nuk ka shans me sjell pasiguri. Kjo është shkelje kushtetuese. Pikë. Tash mund spekulojmë sa toni, ata sot po thonë amerikanët nuk e kanë godita centralet për ta marrë Tiranën, po tash janë spekulime, konspiracione. Po kush këtë e thon, pastaj kjo është tjetër çështje, se Kosova e ka mbështetur një gjë të tillë në deklarata. Po edhe këtu tek neve po thonë kanë frikë shkojnë votën e fshat se deputetë e partive votojnë. Sa është e vërtetë? Se deputetë kanë liri me votu. Po patjetër, po nëse ndodh një gjë e tillë, kjo do të mbetet për tu parë, nëse ne do ta kemi votimin e fshehtë. Kjo është konspiracion që mbetet për tu parë. Te prodhon këtë. Sepse tani me këtë alternativë, domethënë ju keni pa tani stanca thotë kush është për komisionin. Mirë, po ti je në shkelje kushtetuese, nuk ke vot pra. Dhe po thirrën atë se deputeti është i detyruar të votojë. Po është e vërtetë ajo, shumë e vërtetë. Se jemi detyruar të votojmë për një komision që do të krijojë nesër kur konvendi është i konstituar. Por jo për një ndryshim të formës votimit në mes të seancës, se kjo është një seancë. Në 38 vazhdime është e njëjta seancë. Pra, ti në mes të seancës apo provove me vot hapur, s'ka lënë tash o burra me vot fshat. Nuk është, shive, nuk është kushtetuta dhe rregulloret ai llastiku i Ramiz Ladrovcit të Glogovcit, të Drenasit, kryetarit të Drenasit. Që ka thënë kushtetuta e bësi llastike, të cili doj ka doj. Pra, këta kanë hip mbi kushtetutën, ta nuk po përfillin institucionet që funksionojnë mbi baza kushtetuese. Po mendojnë të imponojnë përmes asaj autokracisë që kanë vetë, të imponojnë edhe format e votimit edhe veprimet procedurale në kuvend. Nuk shkon kjo kështu. Një herë mirë duhet ta di se nuk shkelet mbi kushtetutë. Dhe kjo çfarë po bëhet është shkelje kushtetues. Mirë, besoj do të jetë një verë nxjerrje politike pa pushime, kam përshtypjen, duke qenë se... Besoj se rrim pa pushime. Do t'i bëni pushime. Mas na jemi në zgjedhje lokale. Mirë, do të shohim, do të mbetet për të parë dhe vjeshta se çfarë do të sjell, po edhe kjo verë që do t'jenë diskutimet, edhe nëse ju shkoni të gjithë me pushime. Unë ju falenderoj shumë, zoti Berisha, që u bashkuat bisedës. Kënaqësi si gjithmonë, ju kemi në Ora News. Faleminderit edhe ju për interesimin dhe mundësinë.